Dyshja, Rama Balluku, në kundërshtim flagrant me Kushtetutën, në kundërshtim flagrant me ligjit e vendit, përpiqen të mbrojnë vjedhjen që kanë bërë. Shkruar nga Mero Baze. Sali Berisha u përfshi sot në çështje në gjykim që ka gjykata kushtetuese rreth kërkesës së kryeministrit Edi Rama për pezullimin e vendimit të GKK për zonjën Balluku. Sali Berisha u shpreh haptazi në anën e SPAK-ut dhe GKK duke theksuar se vendimi është i drejtë dhe kompetencë e SPAK-ut, ndërsa ankimimi në gjykatën kushtetuese është i palishëm. Të kapur në flagrancë me vjedhje të mëdha të taksave të qytetarëve, Edi Rama dhe Lubi Balluku, në përpjekje të dëshpëruar për të mbrojtur nga krimi i tyre i përbashkët, janë vërsulur me tërbim drejt gjykatës kushtetuese, duke shpallur me mediat e tyre si puçist antikushtetues vendimin e gjykatës së speciale të antikorrupsionit për pezullimin nga detyrat Lubi Balluku. Kjo është ere parë që Berisha del publikisht në krah të SPAK dhe GKK dhe kërkon nga gjykata kushtetuese të mos prek vendimin e tyre. Deri më sot, ai e ka konsideruar SPAK një skap të partisë në pushtet dhe ka pasur një gjuhë fyese ndaj tyre. Ky ndryshim qëndrimi më shumë se sa një ndryshim kursi për SPAK është një përpjekje për të ngjyrosur politikisht vendimin e gjykatës kushtetuese. Aktualisht, gjykata kushtetuese ka vetëm 8 anëtar dhe çdo vendim i vlefshëm duhet SPAK-u në masën 5-3. Duke marrë një qëndrim politik ndaj vendimit të mundshëm, Sali Berisha praktikisht e ka kthyer vendimin e gjykatës në një betejë politike mes opozitës dhe qeverisë, duke dëmtuar realisht integritetin e vendimit nga anëtarët e gjykatës kushtetuese. Tani në sy të opinionit publik, vendimi i gjykatës kushtetuese ka rrezik të shikohet si një betejë se kush e kontrollon gjykatën kushtetuese dhe jo çfarë vendimi do të japë ajo. Nëse vendimi shkon në favor të qeverisë, kjo do të konsiderohet fitore për Edi Ramën dhe nëse shkon kundër zonjës Balluku, kjo do të quhet si dëshmi e kontrollit të Berishës mbi gjykatën kushtetuese. Në një farë mënyrë ai e ktheu këtë vendim në një test për të parë anësinë politike të gjykatës, më shumë se sa integritetin profesional të tyre. Çdo rezultat i mundshëm mund të shërbejë më pas për të llogaritur betejat e tij juridike, që do të shkojnë dhe në gjykatën kushtetuese, por presioni politik mbi gjykatën e ka ngjyrosur pa të drejtë që tani vendimin e saj, qoftë pro, qoftë kundër zonjës Balluku. Dhe nëse në rastin e Veliajt, vendimi nuk shihet ai shumë si betejë e gjykatës kushtetuese kundër Edi Ramës, por si një vendim kundër hallit të tij politik dhe elektoral, në këtë rast, vendimi më shumë ndan se me kë është gjykata, sesa me kë është e drejta. Dhe kaq i duhej sot Berishës deklaratë e tij për vendimin e pritshëm të gjykatës kushtetuese. Të shikoj, ai ka me vete apo kundër shumicën e gjykatës.